Mirë se erdhët në serinë e podcastave që po flasim për rezultatet e programit Mbështetje për fuqizimin e menaxhimit të qëndrueshëm dhe fund qëllimor të pyjeve për të përmirësuar jetesën në vendet rurale dhe për të adresuar ndryshimin klimatik në Kosovë, të zbatuar nga Agjencia e Kombeve të Bashkuara për Ushqim dhe Bujqësi FAO me financim nga Bashkimi Evropian dhe Suedia. Në këtë podcast do të flasim për me një nga persona nga qeverisja e sektorit pyje në vend me zotrin Taher Ahmeti, drejtor i departamentit të pylltarisë në Ministrinë e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural. Zoti Ahmeti, më vjen shumë mirë që jemi së bashku për një temë kaq të rëndësishme. Besoj që me diskutu për pyjet është temë jashtëzakonisht e rëndësishme dhe atraktive. Absolutisht po. Dhe tema sot pra fokusohet në rëndësinë e zbatimit të ligjit për mbrojtjen e përdorimin të qëndrueshëm të pyjeve, si dhe mënyrën se si politika, struktura e mirë mund ta gjenerojë përfitime ekonomike që janë të rëndësishme për komunitetet dhe për vendin në përgjithësi. E përmendëm unë e di që je gjatë në ministri, je gjatë në këtë sektor, je gjatë në fushë veprimtari. Edhe për shumë njerëz po du me nisë për fillim, për shumë njerëz që nuk e din ka i bjen një departament kaq i rëndësishëm, departamenti i pylltarisë në Ministrinë e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, nëse mund pak shkurtimisht me shpjegu rolin dhe përgjegjësinë. Është shumë e vërtetë që krejt karriera ime profesionale është pylltari, dhe me thonë prej shkollës mesme, fakultetit, studimet pas universitare, gjitha i kam për pylltari. Kështu që momentalisht jam në departamentin e pyjeve, në kuadër të Ministrisë Bujqësisë, Pylltarisë, Zhvillimit Rural. Departamenti i pylltarisë në këtë ministri është një nga departamentet politikë bërëse, departament në kuadër të Ministrisë Bujqësisë, i cili është përgjegjës për hatimin e politikave të sektorit pylltarisë, për hatimin e programeve, për hartimin e dokumenteve strategjike, planeve dhe veprimit, por një nga punët kryesore të këtij departamentit është edhe korniza ligjore për menaxhimin e pyjeve. Do të thonë, hartimin e ligjeve, hartimin e akteve ligjore, edhe krejt dokumenteve që vjedhin nga roli regulativ që ka ky departament për sektorin pyjor Kosovë. Një departament jashtëzakonisht të rëndësishëm, një histori edhe personale dhe profesionale e juaja shumë e rëndësishme, po kthehemi te bazamenti i temës diskutimit të sotëm që do të flasim për zbatimin në praktikë shumë ligje, ne kemi ligje të mira në Kosovë, jo vjen nga institucione shtetërore, nga ministria, po du me u nis për realitetin aktual, edhe po du me u nis nga baza e kuadrit ligjor që ka të bëjë me menaxhimin e pyjeve në Kosovë. Qysh jemi në këtë aspekt? Kosova ka një ligj jashtëzakonisht të mirë për që rregullon sektorin pyjor në Kosovë. Nuk është vetëm çështja e mbrojtjes pyjeve, ligji rregullon çështjen e mbrojtjes pyjeve, rregullon çështjen e shfrytëzimit të qëndrueshëm të resurseve pyjore, ligji rregullon çështjen e pyllëzimeve, kultivimit të pyjeve, shfrytëzimit të produkteve pyjore jo drusore. Ka një lepezë të çështjeve që rregullon ky ligj, është një nga ligjet më voluminoze që ka nxjerrë Kuvendit i Kosovës. Ligji i ri për pyjet është aprovuar në vitin 2003, ka pasur ligjin 2003 që ka qenë një nga ligjet e para të aprovuar në Kosovë. Një ligjet e para, realisht. Po, ky ligj, edhe pse po themi që është ligj jashtëzakonisht i mirë i hartuar, mirë i konceptuar, nuk është kjo veç merite joni, është merite edhe projekte ndërkombëtare që ju e potencuar rolin e FAO-s në mbështetjen e hartimit të këtij ligji. Është i harmonizuar me legjislacionin e BE-s, me tëra ato rregullore dhe direktiva të BE-s që rregullojnë çështjen e pyjeve, çështjen e mjedisit, çështjen e biodiversitetit, edhe çështje të tjera që tangojnë me pylltarinë. Kjo kornizë ligjore dhe udhëzimet administrative që janë të nxjerrura në bazë të këtij ligjit, konkretisht në 42 nenet të këtij ligji parashihet që të ketë detajime me akte ligjore, që ne i quajmë udhëzime administrative. Këto 42 nene janë të grupuar në 12 udhëzime administrative. 42 nenet e ligjit janë pastaj të shpërndara edhe me 12 nene udhëzime administrative. Po,
dohet udhëzime administrative detajojnë 42 neme të ligjit për pyje, nga të cilat 6 janë të aprovuar nga Ministri i Bujqësisë, 4 janë të hartuara, presin në shkrim dhe aprovim nga Ministri, ndërsa 2 janë në proces të hartimit. Kjo është gjendja aktore e asaj përket legjislacionit, i cili nuk është, thashë edhe më herët, dhe potencova më herët, është edhe punë e projekteve ndërkombëtare që na mbështesin. Edhe harmonizimi me BE-n, edhe harmonizimi me rregullaret brendshme me legjislacionin tjetër, ka qenë pjesë e mbështetjes, sidomos e projektit mbështetja në fuqizimin e menaxhimit qëndrueshëm të pyjeve që përmendëm fillim, që është shumë duke e rëndësishme. adresuar edhe ndryshimet klimatike si një sfidë globale të botës sot. Para se më orë të tema që i përmendëm me shumë të drejtë, e ardhmja, aspekti i klimës, globalizmi, klimës globale, aspekteve tjera që kanë të bëjnë me pyjet, me gjendjen, po du pak te aspekti ligjor. Në përgjithësi, është një përshtypje në Kosovë, zote Ahmeti, që ne kemi ligje të mira në letër, të cilat i kemi edhe të shpesh herë mendimin e thamë me Bashkisë Ndërkombëtare, Bashkimit Evropian, institucione që jemi përkatëse. Po pastaj çaljem në proces bën zbatimi në praktik. Kur jemi të zbatimi në praktik, sa i përket kuadrit ligjor në pyllarinë e Kosovës, sa janë të kënaqur me nivelin e zbatimit. E përmend me të drejtë edhe disa udhëzime administrative të cilat nuk janë miratuar dhe pritet miratimi i tyre, që do të ndihmonin kësaj që ka të bëjë me zbatimin dhe 42 nenet në ligjin për pyllari. Një ligj mund të konstatohet se është i mirë nëse ai është realist në kuptimin e zbatimit të tij. Edhe ligji i pyet ndon fatin e shumë ligje në Kosovë që zbatimi i tij në praktik nuk përmbush kërkesat e këtij ligji, nuk përmbush qëllimin për çka është hartuar, edhe zbatimi i tij është lë shumë për të dëshiruar. Sfidohet nga shumë aspekte kryesor është niveli i lartë i prerjeve ilegale. Prerjeve ilegale. Po, prerjet ilegale janë si faktor sfida kryesore e konstatuar nga të gjithë ekspertë, nga të gjitha forumet profesionale që merren me pyllari. Jo, nuk është sfidë e sodit, është sfidë afatgjate, ka ndodhur, sidomos është intensifikuar në vitet e pas luftës, po vazhdon ende të jetë sfidë edhe çështje që ne e trajtojmë edhe diskutojmë si problem kryesor i menaxhimit qëndrueshëm të resurseve pyjore. Ka dhe çështje tjera, Kosova ka kapacitete të limituara profesionale për menaxhimin e qëndrueshëm të pyjeve, ka pengesa të tjera që ndërlidhen me interferime të ndryshme ndërinstitucionale në mos koordinim të institucioneve të ndryshme që merren me trajtimin e çështjeve të pylltarisë, për shembull, ka dënime të dobta nga gjykatat për vepra penale apo kundërvojtëse që kanë të bëjnë me vjedhje pyjeve, prerje ilegale, dëmtim pyjeve, dotje pyjeve, apo me një lipesë të veprave që mund të konstatohen që janë të dëmshme edhe që sankcionohen me ligj. Çështje tjetër që vlen të theksohet është edhe çështja e dijes së përgjithshme në shoqëri apo në institucionale. Është edhe një asnjëherë këto dyja nuk mund t'i dash, sepse vedia e ngritur shoqërore bën që vedia institucionale të jetë nivel. Te ne konstatimi i përgjithshëm është se nuk është niveli i duhur i vedijes shoqërore për mi rujt, mi brojt, mi menaxhu drejt, sepse roli i pyjeve nuk është fundit nuk është shfrytëzimi i masës drusore. Pyjet kanë rol multifunksional, ata janë uje, janë ajri, janë rekreacioni, janë të mirat materiale, është biodiversiteti, do të thonë roli i pyjeve është multifunksional. Në këtë kontekst duhet të shihet roli i tyre edhe mënyra se si ato duhet të trajtohen, të ruhen, të brohen, edhe shoqëria në përgjithësi, po edhe institucionet
të kenë fokus më madh. Fokusin në këtë çështje. Se është shumë e rëndësishme gjithashtu zoti Ahmeti e diskutuam paraprakisht bashkarisht edhe me diskutantë të tjerë që kemi pas në këtë seri të podcastave, është që mbi 44% të territorit të Kosovës është në pyje. Kjo është një lajm i mirë për Kosovën, por duhet të ketë fokus më të madh institucional dhe kur e përmendet te sfidat, problemet në terren, po du më ndalë edhe te një aspekt tjetër që ka të bëjë me jo i quajtë sfida, po cilat janë pengesat, nëse muj me thonë, që kanë të bëjnë me zbatimin e ligjit për pyjet 2023 dhe udhëzimeve administrative përcjellëse të cilat i përmende. Pra, natyrshëm që i përmende sfida si sfida prerja ilegale e pyjeve, mos vedia institucionale dhe shoqërore në përgjithësi, mos fokusi i madh e tema tjera. Po nëse nalëm te pengesat, çka i vlerëson që janë pengesat kryesore? Konstatimi ju që Kosova ka 45, gati 44.5 ka përqind të mbëllueshmërisë në pyje, nuk është ndoj treguesi kualitetit të pyjeve. Në përgjithësi, okay. Treguesi kryesor i kualitetit pyjeve është që ato të jenë natyrale, të jenë shëndetshme, të ripërtrihen në mënyrë natyrore, do të thonë të kenë mos caktuar për hektar. Inventarizimi kombëtar i pyjeve na tregon se ne kemi tikon 80 metra kub për hektar. Potenciali i pyjeve tona në bazë të vlerave të pedologjisë, klimës, çfarë ne disponojmë, orografisë dhe kushteve tjera natyrore, pyjet tona mund të ofrojnë 250 deri 300 metra kub për hektar mas drusore. Biodiversitet shumë të pasur, edhe pse Kosova, pyjet e Kosovës vetë jonë ka një rol qendror sa i përket çështjes biodiversitetit, pasurisë në lloje të shumta, në të jeton një gamë e madhe kafshëve edhe shpendëve që janë vlera kombëtare. Edhe pyjet, edhe kafshët në pyje janë të shpallura edhe në ligj si resurse natyrore për ne edhe për gjeneratat që vinë mësisht. Çështjet ligjore, çështja e vedijes, çështja e sfidave, krejt ato që u potencu më herët janë pengesa që ligji edhe aktet përcjellëse të ligjit të zbatohen në mënyrën më të mirë të mundshme. Fundit në shumicën e vendeve të botës, pas luftrave, pas konfliktit, pyjen janë ato që atakojnë të para. Pse? Sepse janë një resurs i akumuluar me qindra ose në 10 viteve që mund të shfrytëzohen, mund të materializohen brenda një kohë shumë të shkurtë. Nëse një dru ose një trong i duhen 150 vjet për ta marrë një vlerë teknike të shfrytëzimit, ai mund të pritet për një 10 minuta, 15 minuta, edhe krejt ai akumulim mund të materializohet për një kohë shumë të shkurtë. Kështu është vepruar në shumë vendesh. Kosova ka pas atë fat, disa që janë më vjetër i kujtojnë, limojnë men, se Kosova ka pas resurse të jashtëzakonshme, pyje të larta, me vlera të jashtëzakonshme teknike. Dhe diell dhe llojet të cilat ekzistojnë në Kosovë. Po, Kosova shumë e pasur me lloje, dominojnë dy grupe ose dominojnë llojet të Kverkos që ne i quajmë bong, çarr. Pra ajo që e njohim në gjuhën popullore, aho dhe bungo, çarri. Aho është këto shumicën 90% të masës drusore përbëjnë aho dhe llojet të Kverkos. E qartë. Në kuptim të sipërfaqes dominon llojet të Kverkos, në kuptim të masës drusore është aho ai që është lloji kryesor që dominon në Kosovë, po Kosova ka një numër të jashtëzakonshëm të llojeve shumë interesante, ka një florë të pakrahasueshme me shumë vende të botës, edhe me ato vende që vinë te ne, të na mbështesin, na binë ekspert, për me menaxhu drejt pyjet, për shembull vendet skandinave janë shumë të varfëra me lloje edhe me biodiversitet, se qemi vendi jort, por ato kanë sipërfaqe të mëdha, kanë të ruajtura masën drusore dhe krejt ato komplekse pyjore shfrytëzohen mirë edhe menaxhohen mirë qëndrueshme. E vërtet, dhe kur nëse e marrim, sepse në pjesën e parë analizuam edhe rolin dhe përgjegjësinë e departamentit të cilën ju e udhëheqni, analizuam
gjendjen ekzistuese dhe sa i përket ligjit të pyjeve, zbatimin në praktik, pastaj akteve që kanë të bëjnë me udhëzimeve administrative përcjellse që i diskutum. Po në anën tjetër, çysh mundet me u përkthy menaxhimi efektiv i pyjeve në përfitime të mundshme ose të matshme ekonomike gjithashtu për vendin, sepse ka një efekt këto. Pyet kanë rol multifunksional. Mhm. Dhe më thonë se rëndësia tyne është e shumë thjesht ose shumë qëllimore. Nuk thash që nuk bazohet vetëm shfrytëzimin e mosudrusore. Aty është vlerat të jashtëzakonshme të biodiversitetit. Ka një numër të madh produkte pyjore drunore, të cilat me kthyer në aspektin ekonomik thash herë, dominojnë mosudrusore. Ne kuptojmë pyllin si një kompleks që aty rritën ndrojt caktuar që mund shfrytëzohen si biomasa dhe si dru teknik. Por vitet fundit, për shembull në Kosovë, shfrytëzimi i produkteve pyjore të Kosovës shpesh herë është i atij niveli që siguron shumë të ardhura për komunitetet lokale. Mbos të statistikave, mbos vlerësimeve, vitet fundit në eksporti i këtyre prodhimeve, sepse ato janë edhe organike, kanë vlera të mëdha në tregun evropian, te kalon disa fesh, shfrytëzimin e mosës drusore, për shembull 15 deri 20 milion mesataresh në vjet euro eksportohen për tregjet e Evropës, edhe tregu për këto prodhime është gjithmonë i siguruar. Pra këto janë efekte Njerëz në zona të thella, po, janë të matshme. Dëvonat e Kosovës japin raporte se sa eksportohet vjet këso prodhimesh që nuk janë vlera të vogla, kur dihet që ky sektor nuk gjeneron mjaftueshëm, edhe aja që është më shqetësuese, sektori nuk mbështetet nga buxheti i Kosovës, minimalisht mbështetet nga buxheti i Kosovës. Buxheti i Kosovës investon jashtëzakonisht pak në këtë sektor, kur flasim për 45% sipërfaqes së vendit, dohet buxhet minimal që nuk te i kalon 4 milion euro në vjet, që është një rrugic ose një rrugë thjesht në një fshat caktuar. Me 4 milion që me bo për para, që me bo brenda një viti, kur dihet që e përmendim me të drejtë njëna prej temave shumë të rëndësishme, edhe i përmendim me të drejtë ndikimet e matshme që mund të ketë. Dhe po du këtu mund dalë se ndërpreva për me vazhdu edhe jo të pjesa tjetër. A ka shemboj, ju i diskutu disa, a ka shemboj tjerë të politikave pyjore që synojnë të kontribuojnë drejt për drejt në komunitetet lokale dhe ekonominë nacionale të vendit? Pyetaria thash që ka rol multifunksional edhe aja nuk kufizohet në ato që potencova dy kategori. Do të thonë, role i jashtëzakonshëm klim, në pastrimin e filtrimin e ujit, edhe ato janë vlera ekonomike që konvertohen pare, këtë burimet e ujit janë pyet, minimalisht ka jashtë pyjeve. Krejt ajo kthehet edhe konvertohet në mjete, është turizmi, është ekoturizmi që në të fundit ka Dhe Kosova turizmi malor e ka jashtëzakonisht potencial. Veti pylli është ai që mundson që Kosova të krijojë hyra shumë fshatra malore bazohen në ofrime shërbime ndryshme që konvertohen në këtë, mos flas për industrinë e drurit, për çështje të tjera që ndërlidhen me shfrytëzimin e pyjeve. Kryesisht pyje janë edhe çështjet e shfrytëzimit mineraleve që shpeshherë ato sillin edhe degradimin edhe shfrytëzimin të menaxhueshme mirë, por në përgjithësi pyje është një resurs kombëtar me shumë vlera, edhe ato vlera janë shumë dimensionale. Krejt këto kanë këto rolet ekonomike në raport me dobit të tjera që i sjell pylli janë të matshme, por këto të tjerat pastaj duhet të jenë përcjellse, absolutisht. Te kalojnë ato. Krejt shkenca pyetarisht është bazuar në ato që vlera kryesore ka qenë shfrytëzimi i mosës drusore, i drurit si vlen teknike, për dëmtari, Kryot për shqipja po, tash i kjo është. Ky raport është 1/10. Shfrytëzimi i mosës drusore është 1/10 e dobive që i nxjerr një komunitet, një popull, një vend nga pylli.
Do shta diçka me shtu, ishte fjala për investimet e vogla qeveritare që po i bën pyetari, ato janë minimale, ato janë për çdo kritik. Kjo ndërlidhet me atë që tham fillim me ndërgjegjësinë institucionale. Institucionet tona duhet bëjnë shumë më shumë në fillim të punës time në Ministrinë e Bujqësisë. Ministria e Bujqësisë nëse i ka pas 10 milion buxhet, 3 milion kanë shku për pyetari, ose 2 milion kanë shku për pyetari, 7 milion për bujqësi. Sot Bujqësisë i ka 100 milion buxhet, i ka 4 milion për pyetari. Kjo kallëzon fokusin. Në pyetari, tham, nuk është veç druni, është ajri, është uji, është toka, nuk mund me pas bujqësi pa pyje të mbrojnë nga vërshimet, nga erozioni, nuk ka bujqësi pa pyje, pa pyetari. Kjo vjen kritika konstruktive kur vjen edhe nga departamenti i pyetarisë, është shumë e mirë për faktin që na si shoqëni këtu nuk ka lidhje këtë po vetëm sepse është vizion, e tha në fillim, e diskutuam paraprakisht, është strategji, është vizion, ka po shkon shteti, cilat do të jenë në këtë fushë që janë shumë të rëndësishme. Po du mu kthy edhe një herë te çështja e ligjit, kur e tham 2023 është 10 vjeçar, dhe i përmendë udhëzimet administrative dhe mos miratimi ose vonesat në mos miratimin e udhëzimeve administrative kyçe në qeverisin e qëndrueshme të pyjeve. Sa ndikojnë këto? Po, gjithsesi një çështje e parregulluar ligjisht është një mundësi më e madhe për ata që duhet me keq menaxhu një resurs ka ndikim jo të madh, po pa kompenzueshëm nëse një akt ligjor ose nënligjor nuk miratohen në kohë, sepse gjithmonë shfrytëzohen ato boshllëqet institucionale dhe ligjore për me përfitu dikush. Besoj që nëse një resurs natyror është lehtë i shfrytëzueshëm ose lehtë mund të degradohet, është fylli. Mineralet, për shembull, si resurse kombëtare, nuk mund është lehtë një nxjerr pi tokës, ka një proces më të gjatë të hulumtimit e shfrytëzimit. Fylli është diçka që mbi sipërfaqe, edhe që mund të shfrytëzohet jashtëzakonisht lehtë edhe shpejt. Kur jemi te ajo që ka të bëjë me shtetin, me mekanizmat që ekzistojnë, po gjithashtu çfarë lloj mekanizmash në anën tjetër ekzistojnë për siguruar transparencë llogaridhënien e zbatimit të ligjit brenda sektorit të pyetarisë. Dhe si po shkon ky proces? Brenda sektorit pyjor, do të thonë ka një ndarje të përgjegjësive të kompetencave. Ai ndarja është në politikë bërje, që kompetencë është edhe përgjegjësia e departamentit të pyetarisë që unë udhëheqim. Thamë fillim që përgjegjësia e këtij departamenti përveç legjislacionit, rolit të rregullues që ka se përveç ligjit të pyjeve, ka ligjë që rregullon çështjet e menaxhimit të fondeve, gjyhetim, krejt akte ligjore derogojnë nga puna e këtij departamenti, që ka vënë rregullativ. Institucion tjetër përgjegjës që merret me zbatimin e këtyre politikave, këtij legjislacioni, këtyre programeve, strategjisë. Pyetaria ka strategji zhvillimore 2022-2030, strategjia paraprake ka qenë 2010-2020, përcjellën nga planet veprimit për zbatimin e tyre. Ka një numër të madh programe që ndoshta vlet i përmendim ose ndërkohë do i sqarojnë pak a shumë. Jo, lirësht edhe tash. Po ka një program kombëtar të pyetëzimit dhe ripyetëzimit. Ka një plan kombëtar, një program kombëtar të shëndetit të pyjeve. Ka strategji për menaxhimin e familjes së egër. Këtë vit është një plan të hartohet një program 10 vjeçar që rregullon çështjen e menaxhimit të qëndrueshëm të familjes së egër edhe gjyhetisë si elementi i këtij menaxhimi. Krejt këto politika, krejt kjo legjislacion zbatohen nga Agjencia Pyjore e Kosovës. Paraprakisht me ligjin paraprak, me plotësim ndryshim në ligjit paraprak, ka qenë një ndarje e përgjegjësive mes komunave edhe Agjencisë Pyjore të Kosovës si agjencie ekzekutive në kuadër të ministrisë, si një strukturë qeveritare për menaxhimin e pyjeve. Me këtë ligj, ky menaxhim është unifiku edhe Agjencia e Pyjeve të Kosovës është institucioni përgjegjës që menaxhon me pyjet. Është e darë. Çështja e politikë bërjes edhe zbatimit janë kompetenca të dara
edhe kjo është bërë me qëllim që kjo dorje të shërbej zbatimit më të mirë të këtyre politikave. Dhe ndoga, po. Është inspekcioni pyjor, organ përgjegjës që mbikëqyr zbatimin e këtij ligji. Brenda agjencisë. Jo, inspekcioni është trup e pavarur brenda ministrisë. Do të thonë, Agjencia Pyjore e Kosovës merret me zbatimin e legjislacionit, departamenti bën politikat, harton legjislacion, strategji, programe, edhe inspekcioni është dorë edhe prej departamentit, edhe prej agjencisë, të trija janë brenda ministrisë, po kanë role, funksione, strukturë organizative të ndara. Nuk i raportojnë në njëri tjetrit. Ne kryesisht raportojmë te ministrët, te sekretarit, nuk ndërlidhemi. Via hierarkike. Hierarkia është e dorë me qëllim që të mos ketë interferime në zbatim të legjislacionit. Kur jemi te zbatimi, sepse po na shkon koha jashtëzakonisht interesant edhe shpejt me gjitha këto shpjegime për një temë kaq të rëndësishme. Zakonisht ka mungesë të inspektorëve në zbatim të shumë ligjeve në Kosovë. Po besoj e njëjta është edhe te jo. Sepse për të zbatuar ligji duhet edhe veprim në terren. Terreni shpeshherë ka mungesë të inspektorëve, ka mungesë të çështjeve tjera. Qysh është situata te jo te zbatimi? Edhe agjencia pyjeve ka një pjesë përgjegjësisë kur flasim për rujtjen, mbrojtjen, kujdesin, kultivimin e pyjeve, ka një rol mbikëqyrës edhe inspektues. Po roli kryesor mbikëqyrës i zbatimit legjislacionit është te inspektorët. Te inspekcioni pyjor, që është kodër të ministrisë, një kohë gjatë ka qenë në kodër të Agjencisë Pyjore të Kosovës, në 10 vite ka qenë minimalisht kodër të agjencisë që ne gjithmonë kemë konstatuar dhe kemë proklamuar ato si një lloj konflikt interesit, sepse Agjencia Pyjore e Kosovës si trup menaxhuese menaxhimit të pyje ka nevojë më inspektu. Krejt ato kontrata, vendime, ai menaxhim duhet të inspektohet. Nuk mundet një strukturë brenda një strukturës me vetëm me inspektu. Edhe tashëm në këtë ligjin e ri është rregulluar, inspekcioni është i pavarur brenda ministrisë, edhe ka përgjegjësi me inspektu zbatimin e ligjit. Kushdo që merret me zbatim të ligjit është potencialisht inspektueshëm prej këtij inspekcioni. Kapacitetet profesionale dhe teknike të këtij inspekcioni janë të vogla, nuk përmbushin nevojat elementare për me mbikëqyrë zbatimin e legjislacionit. Ka numër të vogël të inspektorëve, jashtëzakonisht vogël, ka kapacitete të mangëta që ai inspektor me krye inspektimet në vendin e dëshirueshëm, edhe mund të ketë mos koordinim me trupa tjera inspektuese që duhet të bashkëpunojnë ose të koordinohen për me zbatu ligjin. Nuk ka mundësi që vetëm ligji i pyjeve të jetë lëndë me një problemi, sepse pyjet thamë është edhe mjedisë, është edhe biodiversitet, që këto çështje i trajton ministri tjetër, që ka inspekcion tjetër, që ka departament tjetër, dhe agjenci tjetër. Këto nuk mund t'i ndash, nëse dëmtohet pyjli është dëmtohet biodiversiteti bjen në kompetencat e Ministrisë Mjedisit, ata kanë një inspekcion tjetër. Ky koordinim, ky bashkëpunim, ky kapacitet interinstitucional është i domosdoshëm që zbatimi i ligjit të inspektohet, të ndalen keq menaxhimi, keq përdorimi, edhe këto veti që sjellin dome për mjedisin tonë, për pyjet, për resurse tjera, të jenë të menaxhueshme, të kontrollueshme dhe të monitorueshme. Për shkak që gradualisht jemi te pjesa e fundit, bashkëpunimi ndërmjet Agjencisë së Pyjeve të Kosovës dhe sektorit privat për të mirësuar zbatimin e politikave është shumë i rëndësishëm dhe duhet të forcohet në të ardhmen, besoj. Po në anën tjetër, ajo që gjithashtu po du me shtru si pyetje tjetër është bashkëpunimi me partnerët ndërkombëtar, si Bashkimi Evropian, Suedia, në mbështetjen e zbatimit të legjislacionit për pyjet. Pra, e thatë ju në fillim, që për shkak të bashkëpunimeve të shumta, i kemi sot situatën që kemi, me ligje të reja, me avancime, gjitha këto. Po, edhe kur jemi të bashkëpunimi i Agjencisë së Pyjeve me sektorin privat, por edhe letemi ky bashkëpunimi në nivel pasaj qeveri dhe donatorët e ndryshëm,
Si mund të reflektoj kjo në zbatim të ligjit? Ligji është i konceptu që është obligim ligjor të ketë koordinim, bashkëpunim edhe harmonizim të çështjeve mes agjencisë pyjeve dhe sektorit privat. Sepse agjencia pyjeve nuk mund me kry mandatin e vetë ligjor pa sektorin privat. Sepse në të kaluamën ka pasur ekonomi pyjore, ndërmarrje shoqërore që janë marrë me shumë aktivitete, atë rrallë sot e kanë kompanitë private, sektori privat, që mund të grupohen në dy kategori të ndryshme. Sektori privat sot kryen pyetëzime në Kosovë, do të thonë këto pyetëzimet janë të bazuara në kontrata të agjencisë pyjore me sektorin privat, ndërmarrjet private kryejnë këtë funksion në llogaritë të agjencisë pyjore si mbikëqyrëse, si autorizuese, si financuese e këtij procesi. Ato merren me kultivimin e pyjeve, me shfrytëzimin e pyjeve, kontraktohen për të kryer aktivitete të ndryshme në çështjen e prerjeve, transportit, tregtimit mosdrusore, edhe çështje e dytë që ndërlidhet po që nuk ka të bëjë me kompani, është çështja e grumbullimit të produkteve pyjore jo drusore. Kategoria tjetër është në koordinimi i agjencisë apo bashkëpunimi, bashkëveprimi i agjencisë me pronarët e pyjeve private. Ne kemi 40% të pyjeve që janë pronësi private, që janë 40% e kështi 45 totalit Kosovës. Dhe me thonë, Kosova dikun i ka 466.000 hektarë, nga të cilat 186.000 janë pyje private, 268.000 janë pyje në pronësi shtetërore, raporti dikun është 40-60. Ky 40% i kësaj sipërfaqe është pronë e rreth 120.000 pronarë. 120, dhe me thonë, 120.000 familje në Kosovë posedojnë një sipërfaqe të madhe ose të vogël të pyjet. Që 40%. Po, e kësti 40%, ky bashkëpunim, ky është i domosdoshëm, është i domosdoshëm, Absolutisht. është i përcaktuar në ligj, sepse Agjencia Pyjore e Kosovës është e obliguar që të kryejë shërbime profesionale teknike në pyjet private. Dhe me thonë, një pronar i pyjet privat duhet të merr shërbime profesionale dhe teknike nga Agjencia e Pyjeve të Kosovës për me kultivu, me pre, me transportu mosdrusore nga pylli vet. Nuk mundesh me shku në pyllit tan edhe pse është yti. Edhe pse është yti, sepse edhe mungojnë kapacitetet me vlerësu se cili është dëmi, se ai nuk është vetëm pronë e dikuj, është edhe resursi i Kosovës. Kur thojmë resursi i vendit tonë, është resursi edhe i një globalizmit përgjithshëm, se thamë që pylli nuk është vetëm mosdrusore, po është çështja e sidomos me ndryshimet klimatike që bëhen në klimatike, çështja e ujit, çështja e mbrojtjes tokës, e biodiversitetit, e kafshëve që jetojnë aty, edhe nuk është diçka personale. Nuk është ndërtim që ti e ndërton edhe e largon, po është një resurs që shërben të gjithëve, edhe ata që nuk janë pronarë marrin dobi. E kurimi te partnerët ndërkombëtar dhe aspekti se çfarë roli duhet të kenë ata që kanë pasur deri tash në politikat, në ndërmesat si Bashkimi Evropian, edhe shtete si Suedia dhe vende tjera? Ndoshta pika më ndritsh kësaj bisede dhe çështja më e lehtë që unë diskutoj është mbështetja ndërkombëtare për sektorin. Është ndoshta i vetmi sektor në Kosovë që projekte ndërkombëtare investojnë më shumë se buxheti i Kosovës. Nuk mund është as shëndetësia, as arsema, as bujqësia, as kërkon me gjetë një sektor që mbështet më shumë. Që mbështet më shumë se buxheti i Kosovës. Nuk ka as transporti, thash, as ndërtimin e rrugëve, as shumë interesant, e dhënë interesant kjo. Është nimëri projektesh që ne punojmë gjatë me to, edhe kjo mbështetje ka qenë kontinuare, që ka indicie që viteve të fundit që kjo të pakohet për shkak të ndryshimeve të ndryshme gjeopolitike edhe në rajon edhe te ne, që për fat keq është do të jetë një pjesë e madhe për ne. Ne shpresojmë që buxheti i Kosovës edhe do të arrijë një fokus më të madh. Do të rrisin ndërgjegjësinë që duhet të investojnë në ajrin tonë, në ujin tonë, në mbrojtjen e tokës tonë, në mbrojtjen e shëndetit njerëzve, në zhvillimin e ekoturizmit, zhvillimet të tjera, dobi tjera që i morrin nga pylli. Shpesh ne nuk i shohim, se nuk i shohim ajrin, është i papashur për synin
po pejsazhin e shohim. Edhe këto projekte momentalisht Kosovë ka një konsideru shumë projekte, unë do i Që janë të rëndësishme, po. një katra që është ky projekti që po e implementon FAO është implementues i projektit që financohet nga SIDA suedeze. SIDA suedeze është investitori ose qeveria suedeze është investitori më i madh pas luftës në pyllarinë e Kosovës. Investimet nga SIDA kanë filluar vitin 2000 edhe vazhdojnë në qenë aktuale. Ky projekt që po zbatohet nga FAO në mënyrë 50% financohet nga SIDA, pjesa tjetër nga Komisioni Evropian. Kanë komponenta të veçanta, po ka edhe komponenta që janë të përbashkëta. Besoj se detalet i kanë shpjeguar dhe i kanë sqaruar përfaqësuesit e projektit. Projekt tjetër i rëndësishëm që investon po ashtu SIDA, që ka të bëjë që një pjesë e komponenteve të tyre ka të bëjë me sektorin pyllor, është projekte që po zbatohen nga organizata holandeze CNVP, edhe ata kanë disa komponente që nuk janë krejt në pyllari, po trajtojnë çështjen e biomasës edhe çështjen e ngritjes kapacitetit dhe trajnimit të sektorit privat për më marrë me çështjen e pyllarisë. Projekt tjetër është një projekt që financohet nga JICA, shumë atraktiv. Ata kanë detu një sistem të monitorimit të hershëm të luftimit zjarreve në pyje, edhe kanë bërë sanimin e disa zonave në rrezikshmëri të lartë, për shembull siç është Restiglica, ku ata kanë ngrit një sipërfaqe edhe me kryqëzime, po edhe me mbrojtje teknike që mund me qenë një mostër e shkëlqyeshme se si ne me vazhdu në sipërfaqet që përfaqësojnë rrezik për shëndetin e pyjeve. Ky është një shembull që është ngrit në Restiglica, aty ka ndodhur shitje bojës me 10 viktima. Mos i vetëm borxh edhe një projekt tjetër që financohet nga SDC e Zvicrës, që ka të bëjë me politikat, me legislacionin, me strategjitë edhe me çështjen e luftimit zjarreve pyjore. Në Kosovë, mbas prerjeve letale, sfidë tjetër janë zjarret pyjore. Në botë zjarret pyjore janë degraduar si kryesori i pyjeve, ne kemi pak më ndryshe, po edhe ai është një nga do të mbetet në të ardhmen zjarri pyjor një komponent shumë e rëndësishme e degradimit të pyjeve që na duhet të sfidohemi edhe në politika në legislacion, po edhe në zbatim të tyre që pyjet tona të jenë sa më të mbrojtura, më imune edhe më pak të atakojnë nga zjarri, sepse është shkatërruesi kryesor i ekosistemit përgjithësi të ndërtimit. Unë ndoshta vetë për mesazhin e fundit, po më mendoj se ky ka mesazhi më i mirë i fundit që më merr mullaksu, sepse kujdesi ndaj maleve pyjeve tona është kjo që e the saktësisht në fund. Pyjet për nga definicioni, thonë që janë resurse natyrore me vlera të shumëfishta, të cilat na shërbejnë ne, po që duhet të kujdesemi, t'i trajtoj edhe t'ia vlejmë trashëgimi gjeneratas mas nesh. Kjo është detyrë jonë. Do të ishte shumë mirë që ne t'ia vlejmë gjendjen më të mirë se që ne kemi marrë. Po për gjeneratën tonë, kjo është një seri pamundur. Nuk mundemi ne pyet t'ia vlejmë gjeneratës pas nesh, ashtu siç i kemi pa ne, sepse menaxhimi i pyjeve, trajtimi i pyjeve, planifikimi i pyllarisë, strategjitë pyllari nuk janë afat shkurtra. Flasim për resurse që vizioni, politika, strategjia, menaxhimi duhet mendohet për periudha qindjeçare. Zoti Taher Ahmeti nga Departamenti i Pyllarisë në Ministrinë e Bujqësisë, Pyllarisë dhe Zhvillimit Rural, faleminderit shumë për kohën edhe për diskutimin për një temë kaq të rëndësishme. Faleminderit shumë. Ju falenderoj shumë që më keni dhënë këtë mundësi që unë ti nxjerr disa çështje të pyllarisë. Në fol për pyllari është edhe kënaqësi edhe është diçka që duhet ndodhë më shpesh, që njerëzit tonë të jenë më të ndërgjegjshëm, që institucionet tona të punojnë edhe të veprojnë më mirë, që këto resurse natyrore që ne ka falë natyra të shkëlqyeshme, t'i ruajnë, t'i menaxhojnë edhe t'i abdërzojnë gjeneratave mas nesh formën më të mirë të mundshme. Faleminderit shumë edhe ky cikël i këtyre diskutimeve ka mes tjerash edhe këtë rëndësinë e informimit publikut për tema kaq të rëndësishme. Faleminderit shumë. Shihemi në podcast tjetër të radhës me një mysafir tjetër. Faleminderit shumë.